Gjatë gjithë jetës së tij, ai kishte vetëm një mënyrë për t'ju përgjigjur gjithçkaje: me tallje. Qeshte me lutjet e nënës së tij, qeshte me lotët e gruas, qeshte me frikën e atyre që besonin në Zot. Për të, besimi ishte një dobësi, një mashtrim për ata që nuk kishin guxim të jetonin si ai. Ai ishte i fortë, i zëshëm, i sigurt për gjithçka. Jeta, sipas tij, ishte vetëm kënaqësi, para dhe pushtet. Pas vdekjes nuk ka asgjë, thoshte shpesh, dhe të tjerët heshnin, të lodhur nga përpjekjet për ta ndryshuar. Por ndërsa ai qeshte para botës, askush nuk e dinte çfarë ndodhte brenda tij në netët e gjata. Askush nuk e dinte se her pas here, kur mbetej vetëm, shikimi i tij ndryshonte. Për një çast të shkurtër, frika shfaqej në sytë e tij. Pastaj, zhdukej sërish pas një buzëqeshjeje të rreme. Dhe pastaj erdhi ajo natë, pa paralajmërim, pa kohë për fjalë të fundit. Zemra e tij u ndal papritur. Brenda pak minutash, gjithçka për të kishte marrë fund. Të gjithë menduan se historia e tij përfundonte aty, por ajo që do të zbulohej pas vdekjes së tij, sapo kishte filluar. Varimi u mbaj 2 ditë më vonë. Njerëz erdhën nga kureshtja, jo nga dashuria. Disa e kishin frikë kur ishte gjallë, të tjerë e kishin zili. Pak ishin ata që vërtet e kishin dashur. Nëna qëndronte e heshtur pranë arkivolit, me sytë e skuqur nga lotët dhe duart e shtrënguara mbi Bibël. Ajo lëvizte buzët ngadalë duke përshpëritur lutje që ai nuk i kishte dëgjuar kurrë sa ishte gjallë. Gruaja e tij nuk qante. Ajo vetëm shikonte, si dikush që ndjente se diçka nuk kishte përfunduar ende. Pas ceremonisë, familja u kthye në shtëpi për të rregulluar sendet e tij. Dhoma e tij ishte po aq e rregullt sa gjithmonë. Rrobat në vend, ora mbi tavolinë. Asgjë nuk dukej e pazakont. Derisa nëna vuri re një çelës të vogël metalik brenda xhaketës së tij të vjetër. I vjetër, i gërryer nga koha. Ajo nuk e kishte parë kurrë më parë. "Çfarë hap ky çelës?" pyeti ajo me zë të dridhur. Askush nuk e dinte. Por atë ditë, për herë të parë pas vdekjes së tij, frika hyri në atë shtëpi. Çelësi i vogël i çoi drejt bodrumit. Një derë e vjetër, që askush nuk e hapte prej vitesh, qëndronte në fund të shkallëve. Ajri ishte i ftohtë, i rënd, sikur muret të mbanin frym. Kur çelësi u fut në brav, u dëgjua një klik i thatë. Dera u hap nga gal. Brenda kishte vetëm një kuti të madhe metalike. Gruaja e tij ju afrua e para. Duart i dridheshin. Brenda kutisë kishte letra, 10 letra, të gjitha me shkrimin e tij. Data të ndryshme, vite të ndryshme. Në letrën e parë shkruhej vetëm një fjali: "Unë nuk jam aq i fortë sa mendojnë të gjithë." Nëna ra në gjunjë. Lotët i rridhnin pa zë. Letra pas letre, ata zbuluan një tjetër fytyrë të tij. Frikën e vdekjes, netët pa gjumë, ëndrat që e ndiqnin, frikën nga Zoti që e kishte mohuar përpara njerëzve, por që e ndjente thellë brenda vetes. Dhe në fund të kutisë, ndodhej një zar vërejtur me kujdes. Kur e hapën, ajo që pan brenda, i bëri të gjithë të ngrinin në vend. Brenda zarfit kishte vetëm një fletë, një faqe e vetme, e shkruar me dorën e tij, por me një shkrim më të dridhur se zakonisht. Në krye, vetëm një fjali: "Kur ta lexoni këtë, unë nuk do t'jem më." Gruaja nisi të lexonte më zë të lartë. Ai rrëfente se prej vitesh e ndjente vdekjen duke ju afruar, jo si frikë fizike, por si një thirrje që e ndiqte në ëndra. Ai tregonte se shpesh shishte të njëjtën pamje, një errësirë pafund dhe një zë që i thoshte: "Nuk ke shumë kohë." Ai kishte kërkuar shenja, kishte vizituar mjek, psikolog, madje edhe njerëz që ai veti quante të çmendur. Asnjë nuk i kishte dhënë qetësi. "Më shumë se gjithçka", shkruante ai,
kam frikë se kam gabuar gjithë jetën time. Nëna mbuloi fytyrën me duar. Ajo e kishte ndjerë gjithmonë këtë frikë tek ai, edhe kur ai qeshte më fort. Në fund të letrës ishte një udhëzim. Hapni derën pas dollapit tim, aty është e vërteta. Të gjithë u panë në sy. Asnjë prej tyre nuk dinte se çfarë po i priste pas asaj dere. Dollapi i tij ishte gjithmonë i mbyllur. Askush nuk kishte të drejtë ta prekte. Ishte rregulli i tij. Gruaja u afrua, hapi dyert e dollapit dhe, pas rrobame, u shfaq një panel i vogël prej druri, i fshehur me kujdes. Kur e shtyu, një hapësirë e ngushtë u zbulua brenda murit. Brenda aty ndodhej një kuti tjetër, por këtë herë ajo nuk ishte prej metali, ishte prej drurit të errët, e vjetër si një ark e vogël, me një simbol të gdhëndur sipër që askush prej tyre nuk e njihte. Kur e hapën, pan diçka që nuk e kishin pritur kurrë. Një kryq të vogël, një bibël të vjetër dhe një fotografi. Fotografia tregonte atë në gjunjë, duke u lutur. Nëna nisi të qante me zë të lartë. Gruaja mbeti pa frym. Ai që kishte tallur lutjen gjithë jetën e tij, kishte ekzistuar edhe në këtë pamje të fshehur. Në fund të kutisë ishte një kasetë zanore. Në etiketë ishte shkruar: "Zëri im i vërtet." Askush nuk ishte gati ta dëgjonte, por ata e dinin se nuk mund të ktheheshin më pas. Gruaja e futi kasetën në pajisjen e vjetër që ai përdorte dikur për të regjistruar. Për disa sekonda, u dëgjua vetëm zhurma e lehtë e magneti që rrotullohej. Pastaj, zëri i tij. Por nuk ishte ai zë që ata kishin njohur gjithë jetën. Nuk ishte krenari, nuk ishte tallje, vetëm dridhje. Nëse po e dëgjoni këtë, thoshte ai, do të thotë se unë jam larguar, dhe e vërteta, më në fund është liruar. Ai rrëfente se për vite me radhë kishte jetuar me një frikë të madhe. Jo frikën e njerëzve, frikën e gjykimit. Ai thoshte se kishte ndjerë diçka që e thërriste natë pas nate, duke i treguar gabimet, duke i kujtuar çdo njeri që kishte lënduar, çdo lutje që kishte përqeshur. Nuk e di nëse Zoti do të më falë, dëgjoi zëri i tij duke u thyer. Por unë nuk jam më ai që isha. Kaseta u ndërpre pa pritur, si në mes të një frime. Dhoma ishte e mbushur me heshtje, por askush nuk e dinte se pjesa më e errët e historisë ende nuk ishte zbuluar. Në fund të kasetës, përpara se zëri të ndërpritej, dëgjohej një fjali e fundit, shumë e dobët. Natën, kur pash derën. Ata e rrotulluan kasetën përsëri. Zëri u kthye, më i qartë kësaj here. Ai tregonte për një natë që kishte ndryshuar gjithçka. Kishte fjetur vonë, pas një dite plot tallje dhe alkool. Në ëndër, ai tha se u gjend në një vend pa formë, pa kohë. Nuk kishte tokë nën këmbë, as qiell mbi kokë. Vetëm errësirë. Në atë errësirë u shfaq një derë. Ai donte të ikte, por nuk mundej të lëvizte. Dhe nga ana tjetër e derës, një dritë e fortë filloi të rrithte nga poshtë, dhe një zë i thellë i foli. Kjo është ajo që ke zgjedhur. Ai tha se u zgjua duke bërtitur, që nga ajo natë, frika nuk e la më. Ai filloi të lutej fshehurazi, jo nga besimi, por nga tmerri. Unë nuk qesha më nga zemra, thoshte ai në kaset. Qesha vetëm për të fshehur. Dhoma u mbush me një ndjenjë të rëndë. Dikush përshpëriti. Ai po përgatitej prej vitesh. Kaseta vazhdonte me një rrëfim edhe më të errët. Ai tregonte për një ngjarje që nuk ja kishte treguar kurrë askujt. Vite më parë, një njeri i kishte ardhur tek ai për ndihmë. I varfër, i dërmuar, kishte vetëm një kërkesë, pak para për të shpëtuar vajzën e tij nga një sëmundje. Ai kishte para mjaftueshëm, por kishte zgjedhur të qeshte me të. Nuk jam bamirësi, i kishte thënë. Disa javë më vonë, ai kishte dëgjuar se vajza kishte vdekur. Nga ajo ditë, thoshte zëri në kaset,
Fytyra e saj më ndiqte në ëndra, dhe çdo natë, ajo derë më afrohej pak më shumë. Nëna bërtiti me dënes, gruaja mbajti gojën me dorë. Ai rëfente se që nga ajo ngjarje, çdo para që fitonte nuk e sillte më gëzim. Vetëm boshllëk, vetëm frikë. Nuk kam frikë nga vdekja, thoshte ai. Kam frikë nga ajo që vjen pas saj. Dhe në fund, ai shtoi diçka që i bëri të gjithë të ngrinin. Por ka ende një mënyrë për të ndalur atë që pash. Të gjithë u afruan më pranë pajisjes. Askush nuk merrte frymë si më parë. Unë nuk di si të shpëtoj veten, vazhdonte ai në kaset, por ndoshta mund të shpëtoj pasojat. Ai tregonte se kishte lënë një dokument diku tjetër, një dëshmi të shkruar me dorën e tij, një rrëfim të plot të çdo gabimi, çdo padrejtësie, çdo talljeje, çdo njeriu që kishte lënduar. Nëse kjo dëshmi lexohet publikisht, thoshte ai, ndoshta pesha mbi shpirtin tim do të lehtësohet pak. Në fund të kasetës, ai dha vendodhjen. Nën dyshemen e zyrës sime. Familja u pa në sy. Zyra e tij ishte e mbyllur që nga vdekja. Askush nuk ishte futur brenda. Kur e hapën derën, ajri i vjetër dhe i rënd i goditi në fytyrë. Çdo gjë ishte ashtu siç e kishte lënë. Tavolina, karrigja, dritarja. Kur ngritën tapetin, dëgjuan një tingull të thatë në ndysheme. Dhe në atë moment, të gjithë e ndjen një gjë njësoj. Frika tani nuk ishte më vetëm e tij. Dyshemeja u hap me vështirësi. Në ndërrasat e vjetra fshihej një dosje e trash, e mbështjell me plastmas për ta mbrojtur nga lagështia. Në kapak ishte shkruar me dorën e tij. E vërteta që nuk guxova ta them kurrë. Gruaja e hapi me duar që i dridheshin. Brenda kishte 10 faqe. Çdo faqe ishte një rrëfim, një mëkat, një padrejtësi, një emër. Ai kishte shkruar për mashtrime, për shkatrimin e jetëve, për njerëz që i kishte përdorur dhe hedhur tutje. Kishte shkruar edhe për momente që askush nuk i dinte, kur kishte bërë dikë të humbiste punën, kur kishte shkatruar një familje për përfitim personal, kur kishte shitur gënjeshtra si të vërteta. Nëna e tij po dridhej nga kokat e këmbët. Ajo nuk po lexonte më vetëm të birin e vet, por një njeri që nuk e kishte njohur kurrë. Në fund të dosjes ishte një shënim i shkurtër. Nëse kjo lexohet, zinxhiri fillon të thyhet. Askush nuk e dinte saktësisht se çfarë do të thoshte kjo, por të gjithë e ndjenin. Tani, rruga e kthimit ishte mbyllur. Ata vendosën të lexonin gjithçka. Jo për kureshtje, por sepse tashmë e ndjenin se kjo ishte pjesë e asaj që ai kishte lënë pas. Faqe pas faqeje, dhimbja rritej. Emra njerëzish që kishin pësuar humbje të rënda, biznese të shkatëruara, martesa të prishura, jetë të shtyra drejt varfërisë. Dhe gjithmonë, në fund të çdo faqeje, një fjali përsëritej. Zgjodha të qesh në vend që të ndalem. Por një rrëfim ishte ndryshe nga të tjerët. Ai shkruante për një natë kur kishte menduar të jepte fund jetës së tij. I vetëm në zyrë, me errësirën për rreth dhe me një ndjenjë boshllëku që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Ai thoshte se atë natë kishte rënë në gjunjë për herë të parë, jo nga frika, por nga lodhja e shpirtit. Nëse Zoti ekziston, kishte shkruar ai. Unë jam prova se njeriu mund të jetojë gjithë jetën duke ikur prej tij. Nëna e tij ra në tokë pa forcë. Gruaja mbante dosjen me duar që nuk e ndjenin më peshën. Dhe atëherë ata kuptuan. Kjo histori nuk ishte vetëm për atë që ai kishte bërë, por për pasojat që tani po transferoheshin tek ata. Në faqet e fundit të dosjes, ai kishte shkruar për një vendim, vendimin e fundit të jetës së tij. Ai kishte lënë një pjesë të pasurisë për familjet që kishte dëmtuar, jo si falje, por si një përpjekje të vonuar për drejtësi. Kishte lënë adresat, emrat, shumat,
Çdo gjë ishte e detajuar. Por ajo që i tronditi më shumë ishte fjalia e fundit. Nëse ata falen, unë ndoshta nuk do të dënohem vetëm. Familja mbeti në heshtje. Ata e kuptonin se tani nuk ishte vetëm historia e tij, ishte edhe e tyrja. Ata ose do ta mbyllnin këtë sekret për gjithmonë, ose do ta nxirrnin në dritë dhe do të përballeshin me pasojat. Gruaja tha me zë të ulët: "Nëse e fshehim, ne bëhemi pjesë e gënjeshtrës së tij." Nëna e shikoi gjatë. Pastaj, me një zë që nuk i ngjante më ai një nënë të thyer, por një gruaje të vendosur, tha: "E vërteta duhet të dalë në dritë, edhe nëse na djeg." Dhe në atë moment, vendimi u mor. Por askush prej tyre nuk e dinte se çfarë stuhie po i priste, sapo kjo e vërtet të dilte jashtë. E vërteta doli në dritë një javë më vonë. Familja dorëzoi dokumentet te një gazetar i njohur për guximin e tij. Askush nuk e dinte se çfarë do të ndodhte më pas. Por brenda pak ditësh, emri i tij ishte në çdo faqe lajmi. Njerëzit që ai kishte lënduar filluan të flisnin, njëri pas tjetrit. Zëra që ishin heshtur për vite të tëra, tani po thërrisnin drejtësi. Një burr që kishte humbur biznesin, një grua që kishte humbur shtëpinë, një nën që kishte humbur vajzën. Ata nuk kërkonin hakmarrje, ata kërkonin të vërtetën. Disa prej tyre morën paratë që ai kishte lënë, të tjerë refuzuan, por të gjithë kishin një gjë të përbashkët. Sytë e tyre tani ishin bosh nga urrejtja dhe të mbushur me lodhje. Një natë, nëna e tij u ul vetëm në dhomë dhe tha me zë të ulët: "Mos ndoshta e vërteta po bën atë që ai nuk arriti kur ta bëj sa ishte gjallë." Ndërsa jashtë, bota po reagonte, brenda asaj shtëpie po ndodhte diçka edhe më e thellë. Pas publikimit, filluan netët e çuditshme. Nëna thoshte se e ndjente praninë e tij në dhomë, jo si një njeri, por si një peshë që më në fund po lehtësohej. Gruaja filloi të shihte të njëjtën ëndër për disa net radhazi. Një derë, e njëjta derë që ai kishte përshkruar në kaset. Por tani, ajo nuk ishte më në errësirë. Pas saj vinte dritë. Në ëndër, ai nuk ishte më i fortë, as krenar. Ishte i përkulur, me kokën poshtë, dhe për herë të parë, nuk qeshte. Ai vetëm tha: "Faleminderit që nuk e fshehet." Kur ajo u zgjua, lotët i rridhnin pa pushim. Ajo e kuptoi se disa falje ndodhin shumë vonë, por kur jashtë kohës për shpirtin. Nëna e saj e dëgjoi dhe vetëm u përgjigj: "Zoti nuk harron asnjë zemër që thyhet vërtet." Dera e ëndrrës nuk u shfaq më, por qetësia filloi të hynte ngadalë. Muaj më vonë, jeta në atë shtëpi ishte më e heshtur. Por jo më e rëndë. Nëna vazhdonte të lutej çdo mëngjes. Jo më me dhimbje, por me qetësi. Gruaja kishte rifilluar jetën, ndryshe nga më parë. Me kujdes, me ndershmëri, me frikë nga Zoti, por edhe me shpresë. Një ditë, ajo gjeti një copë letre të fundit mes gjërave të vjetra të tij. Nuk ishte pjesë e dosjes. Nuk ishte pjesë e kasetës. Ishte vetëm një fjali. Njeriu mund të ikë nga e vërteta gjithë jetën, por e vërteta nuk vdes kurrë. Ajo e mbylli letrën dhe e lambi tavolinë. U afrua te dritarja dhe shikoi dritën e mëngjesit që hynte në dhomë. Ai që kishte qeshur me Zotin gjithë jetën. Nuk u bë shembull nga mënyra se si jetoi, por u bë shembull nga mënyra se si e vërteta e ndoqi edhe pas vdekjes. Dhe ajo që u zbulua pas vdekjes së tij, nuk i shpëtoi vetëm të tjerët. Ndoshta, shpëtoi edhe atë vetë.